vështirë se mund të i paraqitet ndonjë politikane. Po, dhe javën e kaluar, këtu bashkë në studio, e diskutuam edhe pozicionimin e deputetit Adem Hoxha, por diskutuam edhe për zonjën Duda Balje si kryetare e SDU-s, të dy, gjatë ditës së sotme, kanë thënë se nuk janë bindur në takimet e tyre me Kurtin. E përmende këtë pazarin e fillimshëm, pra që Kurti dhe kjo ftesa për LDK-n dhe gjithçka është për të ulur pazarin, mirë po megjithatë a i rrezikohet qeveria ta bëj pra qeverinë zotrit Kurti me këto dy deklarata si të zonjës Balje si të zotit Hoxha? Shiko, po, nëse të dy, domethënë edhe Balje edhe Hoxha refuzojnë me qenë atëherë është koha e vështirë, do të qeveria pastaj mbetet me nismën, me Rashiqin, mbetet me 60 deputet, edhe me ndonjë deputet të peshkuar nga partitë e tjera, prapë mund të bëhet qeveria edhe pak të dy veta, por është shumë ma riskante, si të them, lëvizja me brisht. Megjithatë, unë besoj që më në fund Albin Kurti e menaxhon këtë situatë. Ka të vështirë, sa është koha, si të them, nuk është dorë shlirë, si Hashim Thaçi me premtu edhe me... Ju jap të tjerëve pozita për të bërë. Edhe me jap pozitat e tjera, është në këtë drejtim është koha më dorë shtrënguar, por edhe ka vështirë, për shembull, sidomos të situatën e komplikon komuniteti bosnjak. Për shembull, situatën më të thjerëzuar e ka komuniteti turk, ku ka fituar një parti, i cili i ka 2 deputet. Edhe aty me një ministër i rehaton. Por tash që të bësh me 3 deputet komuniteti bosnjak, qysh për shembull komuniteti turk më i vogël me pas ministër e komuniteti bosnjak mos me pas. Tash nëse komuniteti bosnjak merr një ministri, cilin për këtyre 3-ve me pas, ty po duhen votat jo vetëm njënët, po 3-ve, liderëve të këtyre partive bosnjake. Edhe natyrisht që ata 2 tjerë kanë konkurrencë në brendshme. Jo me këtë Duda Balje tha që ne duam atë që ajo takon secillit parti që ka veç një deputet. Se ndjet ajo ofenduar nëse për shembull Emilia është zëvendës kryeministre, e ajo që ka me kon veç zëvendës ministre. Pastaj është edhe Rasim Demiri, tjetri, që është poshtë të njëjtin pozicion. Pozicioni, kjo është, por do duhet të gjej formulën, do duhet të gjej formulën se si ti ratoj. Mendoj që ndoshta formula që do të mund të raton të trijat është që të premton të komunën bosnjake, njëkohësisht të 3-ve t'ju jap një zëvendës ministër, jo asnjënët ministër, më thonë që ja, privilegji edhe pse komunitet më i madh se komuniteti turk, s'po merr një ministri, por megjithatë e keni komunën, edhe në anën tjetër të tretë jeni zëvendës ministër, s'po bëj dallim mes juve. Kjo mund të ishte ndoshta një propozim që do të mund t'i rahatonte, t'i akomodonte këto komunitetin bosnjak, pastaj mbetet problemi po ashtu edhe i komunitetit egjiptian, se është vetëm komunitet që i ka 2 deputet, jo i vetëm, po nëse po mundaj është komunitet, domethënë për këtyre të mbeturave, ka 2 deputet për 2 partive të ndryshme, partive rivale. Tash ky do t'i bëj bashkë edhe këta. Po, si problemi o si me bëhë, për shumë se Vetoni lyp me pas njëtin pozicion që lyp me pas edhe Elberti. Elberti ka qenë minister. Zotrin Krasniqi edhe ka funksionuar mirë, Zotrin Krasniqi edhe ja dha një farë formë me konfirmimin javën e kaluar, se do ta përkra për formimin e qeverisë së re. Po, pa e përkra, po problemi është tash çfarë nëse a do të pranonte për shembull zoti Krasniqi që Vetoni më bë ministër, ai Mehmet mos më marr ministri, që kish me qenë pak të morë parasysh që ajo është parti më e madhe, më e fuqishme se
e vetonit, edhe do të pranonte Elbertin, do shta Elberti mund t'ja zgjidhte këtë situatë Albin Kurtit, që se kish me pranu mu sakrifiku. Sakrifikimi kish me qenë, më thonë që unë po të rejishë, s'po bona minister, por që le të bëhet rival jam, por veç le të bëhet qeveria. Kjo kish me qenë, do një sakrificë e tina për me zgjidh problemin këtu. E pastaj, janë edhe dy deputeti Rom edhe deputeti Goran, cilin panjonin banë. Dhe më thonë, nëse besoj që deputetit Rom duhet po ashtu të me jap një zëvendës ministri, në mënyrë që saj që nuk ka konkurent brenda lojit, edhe është makallaj me, që me thonë, me akomodu, edhe për kryeministin Kurti, po këtë problemi paraqitet tek bosnjakët edhe tek egjiptian, që do duhet një formulë barazie e cila kërkon... Knaq të gjithë në një farë formë. Po për me i knaq të gjithë, për me mujtë me arrit numrat për me bo qeverinë. Kështu që do më thonë qeveria ka Elbert Krasniqi ka shansën që mund sakrifikue, po mdoj për me zhbloku situatën për me letësu Kurtit formimin e qeverisë. Nuk e di nësë është i gatshëm ai me bëhet sakrifica për jo, po është kjo varet, ai mundet, me gjithse nëse ai mund të sakrifikonte për shkak pozitën e ministrit, por kryeministri mundet me ja shpërbly me pozicione tjera partisë tij, gjë që kish me qenë shumë favorshme për to. Në mund të varet se si, mirë prandaj quhet politik, prandaj quhet aftësi negocimi, edhe tani une e kam pritur, natyrisht gjithmonë kam thonë që qeveria ka më formuar në këtë mënyrë, por unë kam pritur që ai ka me pas shumë problem, Albin Kurti me i ratu gjithë ta. Si duket, Albin Kurti nuk e ka pritur që shumë a let i bind i raton, edhe tash kur i ka dalë problem me i ratue, në një mënyrë është këgja në pozitë të sikletshme, por besoj që nuk duhet më dërzu, duhet me vazhdu, me gjithë formulën për me qeverisë vendin në mënyrën